Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua Ernilda Luze. Subjektet politike që garojnë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit nisin sot zyrtarisht fushatën elektorale. Risi e këtyre zgjedhjeve është votimi për herë të parë i diasporës. Subjektet politike që garojnë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit nisin sot fushatën elektorale. Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore do të nisë rrugëtimin mbrëmjen e sotme në orën 19 në sheshin Nën Tereza të Tiranës. Ndërkohë, Partia Socialiste që kërkon mandatin e 4 qeverisës ka përzgjedhur sheshin Skënderbej. Ka qenë vetë kryeministri dhe kreu i kësaj force politike, Edi Rama, i cili një ditë më parë ka njoftuar datën 12 prill, ora 12 për shkak të simbolikës së 12 yjeve në flamurin e BE dhe fokusit të integrimit evropian. Koalicioni Euro-Atlantik me drejtues politik Lulzim Bashën do të hapë fushatën më 12 prill në orën 11 në një restorant privat pranë Tiranës. Partia Mundësia çel fushatën ditën e diel ora 17 tek Pallati i Kongreseve. Nisma Shqipëria B do të hapë fushatën në Vlorë më 12 prill ora 18 në sheshin para stadiumit Flamurtari. Ndërsa Lëvizja Bashkë Arlind Qorrit do të hapë zyrtarisht fushatën elektorale më 13 prill në Fier ora 10:30 te Teatri Bylis. Për 140 mandate të kuvendit, çdo forcë apo koalicion sipas formulës së re elektorale ka 186 kandidat për deputet, ku 46 janë në listë mbyllur dhe 140 nga lista e hapur. Risi e këtyre zgjedhjeve është votimi për herë të parë diasporës. Zyrtarisht janë regjistruar për të votuar 245.935 shqiptarë që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit, pjesa më e madhe të cilëve në Itali, Greqi dhe Gjermani. Ndërkohë, pak ditë më parë Ministria e Brendshme publikoi listën përfundimtare të zgjedhësve për votuesit brenda vendit. Nga të dhënat e gjeneruara nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile, të drejtën e votës e kanë 3.713.761 shtetas shqiptar brenda jashtë vendit, nga të cilat 114.642 zgjedhës votojnë për herë të parë. 1.081 shtetas të papërfshirë për shkak të dekriminalizimit, ndërsa 5.225 është numri i qendrave të votimit. Në qershor do të nisë zbatimi i marrëveshjes për pensionet me Italinë. Një ditë më parë në Romë, zëvendësministrja Olta Magnani ka firmosur marrëveshjen administrative për zbatimin. Në muajin qershor do të nisë zbatimi i marrëveshjes për pensionet me Italinë. Në Romë, zëvendësministrja e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Olta Magnani dhe ministrja e Punës dhe Politikave Sociale Marina Calderone firmosën marrëveshjen administrative për zbatimin e marrëveshjes kuadër për pensionet me Italinë. Firmosja e kësaj marrëveshje i hap rrugë zbatimit të saj dhe përfitimeve konkrete për qytetarët shqiptar, duke filluar nga muaji qershor 2025. Marrëveshja për pensionet e firmosur me Shqipërinë do t'i kushtoj buxhetit italian 12 milion euro në vitin e parë të zbatimit dhe përfitues në vitin e parë pritet të jenë 1.387 persona. Të dhënat tregojnë se në total deri në vitin 2020 janë 433.789 shtetas shqiptarë që kanë paguar sigurimet shoqërore në Itali. Para nënshkrimit të marrëveshjes me Shqipërinë, numri i qytetarëve që do të trajtohen me pension parashikohej të ishte 4.727 persona me një kosto në buxhet 39.6 milion euro, ndërsa pas firmosjes së marrëveshjes, ky numër u rrit me 6.114 në vitin 2025 me një efekt buxhetor 51.6 milion euro. Pra parashikimi ishte që skemës t'i shtoheshin 1.387 persona me një rritje buxhetore 12 milion për këtë vit. Këtu përfshihen edhe ata persona që trajtohen me ligjin numër 189 të vitit 2002, i cili ju jep mundësinë emigrantëve shqiptar që të përfitojnë pension, por me kushtin e riadhesimit, pra kthimin e tyre në Shqipëri. Marrëveshja për njohjen e periudhave kontributive mes Shqipërisë dhe Italisë ju jep mundësinë emigrantëve shqiptar që të trajtohen me pension në Itali dhe në Shqipëri në të njëjtën kohë. Sipas të dhënave nga Ministria e Brendshme, për gjatë vitit të kaluar në pikat e kalimit kufitar të Shqipërisë u kapën vetëm 1.500 imigrantë pa rregullt ose 5 herë më pak krahasuar me vitin 2023. Rënja e ndjeshme e këtij fenomeni i atribuohet disa faktorëve kryesor. Numri i imigrantëve të parregullt të kapur në pikat kufitare të Shqipërisë ka pësuar një rënje të ndjeshme gjatë vitit të kaluar. Sipas të dhënave të siguruar nga Ministria e Brendshme, në vitin 2024 u kapën gjithsej 1.540 shtetas të huaj në tentativë për të hyrë në mënyrë të palishme në territorin shqiptar. Krahasuar me vitin 2023, kur ky numër ishte 6.630, kemi një ulje prej 5.090 personash ose një reduktim në masën e pesëfëqësuar.
Të dhënat tregojnë se shumica këtyre imigrantëve të parregullt vinin nga vendet e Afrikës dhe Azisë, përfshirë Pakistanin, Egjiptin, Afganistanin, Nepalin, Irinë e Siranin. Të dhënat tregojnë se shumica këtyre imigrantëve të parregullt vinin nga vendet e Afrikës dhe Azisë, përfshirë Pakistanin, Egjiptin, Afganistanin, Nepalin, Iranin, Sirinë, Bangladeshin dhe Somalin. Nga numri total i personave të kapur, 1394 kanë tentuar për herë të parë të hyjnë në Shqipëri, ndërsa 146 të tjerë, pavarësisht se kishin dështuar në përpjekjet e mëparshme, provuan sërish por me të njëjtin rezultat. Rënja ndjeshme e këtij fenomeni e atribuohet disa faktorëve kryesor. Së pari ka pasur një ulje të fluksit të imigrantëve të parregullt që zakonisht kalonin kufirin nga Turqia drejt Greqisë. Së dyti, situata e re krijuar në Siri, ku një pjesë e madhe shtetasve sirian të strehuar më parë në Turqi, po kthehen gradualisht në vendin e tyre. Së fundmi është intensifikuar bashkëpunimi me strukturave ligjzbatuese shqiptare dhe atyre ndërkombëtare, veçanërisht me agjencitë evropiane si Europol, duke çuar një sër operacionesh të suksesshme kundër rritjeve kriminale që merren me trafikimin e migrantëve. Banka e Shqipërisë dhe shoqata e bankave dërguan paketën e aplikimeve për antarësimin e bankave në skemën e transferteve SEPA. Transaksionet e para do të kryhen në tetor të këtij viti. Këtë të njëjtë Banka e Shqipërisë dhe shoqata shqiptare e bankave dërguan pranë Këshillit Evropian të pagesave paketën e aplikimeve për antarësimin e bankave në skemën e transfertave të kreditit SEPA. Të 11 bankat e sistemit bankar shqiptar përgatitën individualisht aplikimet përkatëse brenda një kohe relativisht të shkurtër, me qëllim që transaksionet e para ndërkufitare SEPA të realizohen në fillim të muajit tetor 2025. Kjo është koha më e afërt e vendosur nga Këshilli Evropian i pagesave, kur ofruesit e shërbimeve në Shqipëri mund të nisin kryerjen e këtyre transaksioneve ndërkufitare në euro përmes SEPA. Vendimi për përfshirjen e Shqipërisë në zonën gjeografike SEPA u mor nga Këshilli Evropian i pagesave më 21 nëntor 2024, ndërsa institucionet financiare mund të nisin aplikimin për aderimin në skemat e pagesave SEPA vetëm prej muajit prill 2025. Gjatë kësaj periudhe, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me shoqatën shqiptare të bankave kanë orientuar intensivisht bankat në procesin e aplikimit, duke vepruar si qendër kombëtare për mbështetje në procesin e aderimit. Bizneset e vogla dhe të mesme në Ballkanin Perëndimor do të përfitojnë nga programi Go Digital i zhvilluar nga BERD dhe Bashkimi Evropian. Ky program do të financojë 377 milion euro për digitalizimin dhe teknologjitë e gjelbra në këto ndërmarrje. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor do të përfitojnë nga mundësitë e reja të financimit të vëna në dispozicion përmes programit Go Digital në Ballkanin Perëndimor. Ky program kombinon kredi, grante dhe asistencë teknike për investimin e digitalizim, automatizim dhe teknologji të gjelbra. Projekti u zhvillua nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe synon të nxjisë inovacionin, konkurrueshmërinë dhe rritjen e qëndrueshme në sektorin privat të Ballkanit Perëndimor. BERD do të jap deri në 350 milionë euro kredi për institucionet financiare partnere në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilat më pas do ua japin fondet ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Bizneset gjithashtu do të përfitojnë nga stimuj grantesh të barabartë me 10% të shumës së kredisë të financuar nga Bashkimi Evropian. Në total, Bashkimi Evropian po ofron 27.6 milionë euro stimuj grantesh dhe asistencë teknike për programin të siguruara përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor. Plani mbështetet në programin pilot të suksesshëm Go Digital in Bosnia and Herzegovina, që mbështeti investimet e gati 200 kompanive lokale. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përbëjnë 99% të gjitha bizneseve në Ballkanin Perëndimor dhe luajnë një rol kyç në përmbushjen e objektivave të tranzicionit digital dhe të gjelbër, duke theksuar nevojën për praktika të qëndrueshme biznesi. Automatizimi dhe digitalizimi nxisin produktivitetin me bizneset që miratojnë këto teknologji, duke parë një rritje të efikasitetit deri në 20%. Megjithatë, shumë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajon kanë vështirësi me miratimin dhe transformimin digjital. Niveli bazë i intensitetit digital është 20% më i ulët se ai i kolegëve të tyre në Bashkimin Evropian
vetëm 1/5 e këtyre ndërmarrjeve shesin në internet dhe më pak se 10% kanë përdorur procese digjitale më inovative, të tilla si cloud computing, të dhënat e mëdha dhe inteligjenca artificiale. Shumë ndërmarrje të vogla dhe të mesme ende hasin vështirësi për të siguruar financim për digjitalizimin, megjithatë ekziston një potencial i madh i pashfrytzuar. Duke investuar në teknologji dhe mjete digjitale, bizneset mund të përmirësojnë efikasitetin, të automatizojnë proceset, të rrisin shitje, të ofrojnë një shërbim më të mirë për klientët dhe të zgjerojnë aksesin në treg. Të gjithë këta faktorë rrisin konkurrueshmërinë. Ky program synon të adresojë këtë boshllëqe duke rritur si ndërgjegjësimin digjital, ashtu edhe aksesin në financë. Kompanitë farmaceutike në Bashkimin Evropian mund të zhvendosen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në rast se Donald Trump vendos tarifa në këtë sektor. Industria ka parlemruar Komisionin Evropian se nevojiten masa të menjëhershme për të parandaluar këtë rrezik. Kompanitë farmaceutike në Bashkimin Evropian kanë paralajmëruar për një rrezik eksodi drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa aksionet në këtë sektor kanë rënë në të gjithë botën pas kërcënimit të Donald Trump për të vendosur tarifa mbi importet e barnave amerikane. Aksionet e kujdesit shëndetësor evropian ranë me 3.9%, duke arritur nivelin më të ulët që nga tetori 2022. Trump vendosi tarifa të reja për importet nga 57 vende dhe territore, duke përfshirë taks për 20% për madhrat nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, 104% për Kinën dhe 27% për Indinë. Këto pasuan detyrimet për 10% për importet nga të gjitha vendet të vendosura të premten e kaluar. Produktet farmaceutike deri më tani janë përjashtuar nga taksat, por presidenti amerikan tha se do të njoftonte një tarifë të madhe për importet e barnave shumë shpejt. Ai pretendoi se kjo do të nxjiste kompanitë farmaceutike të zhvendosin operacionet e tyre në Shtetet e Bashkuara, por nuk dha më tepër detaje. Federata Europiane e Industrive dhe Shoqatave Farmaceutike, antarët e së cilet përfshin Bayer, Novartis dhe Novo Nordisk e shumë të tjerë, realizoi një takim me von der Leyen disa orë para se Trump të lëshonte kërcënimin e tij të ri. Komendet e fundit të liderit amerikan kanë intensifikuar tensionet në qendrat e prodhimit farmaceutik në të gjithë Europën, duke përfshirë Irlandën, që eksportoi 44 miliard euro produkte farmaceutike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 2024, shumica e të cilave janë prodhuar nga kompani shumëkombëshe amerikane që Trump dëshiron të riadhesojë. Do të vendosin tarifa produkteve tona të farmaceutike dhe sapo ta bëjmë këtë, ata do të kthehen me nxitim në vendin tonë sepse ne jemi tregu i madh. Ky është avantazhi që kemi mbi të gjithë. Pra shumë shpejt do të shpallim një tarifë të madhe mbi produktet farmaceutike, deklaroi presidenti amerikan. Federata Europiane e Industrisë ka paralajmëruar presidenten von der Leyen për rrezikun e eksodit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shtuar se nëse Europa nuk ofron ndryshime të shpejta dhe radikale në politika, atëherë kërkimi, zhvillimi dhe prodhimi farmaceutik ka gjithnjë më shumë gjasa të drejtohen drejt Amerikës. Sipas Federatës, shpenzimet kapitale, paratë e investuara në fabrikat e prodhimit dhe kërkimi e zhvillimi ishin rreziqet kryesore. Të dhënat tregojnë se kompanitë farmaceutike në Bashkimin Evropian planifikojnë të investojnë 164.8 miliard euro në periudhën 2025-2029. Gjatë 3 muajve të ardhshëm, kompanitë që u përgjigjen vlerësojnë se një total për 16.5 miliard euro, pra 10% e planeve totale të investimit është në rrezik, njoftoi Federata. Në dokument thuhet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëhen një vend favorit për investime dhe tarifat të përshpejtojnë këtë, duke vënë në rrezik qindra mijëra vende pune. Shtetet e Bashkuara të Amerikës udhëheqin Europën në çdo metrik të investitorëve, nga disponueshmëria e kapitalit, pronësia intelektuale, shpejtësia miratimit deri te shpërblimet për inovacionin. Tani me shtimin e tarifave ka pak nxitje për të investuar në Bashkimin Evropian dhe nxitës të rëndësishëm për të zhvendosur në Shtetet e Bashkuara, shpjegon dokumenti. Federata paraqiti von der Leyen një plan me 5 pika duke përfshirë forcimin e nxitjeve për të vendosur pronën intelektuale në Europë dhe miratimin e një së rregullash në mbar botën për ta bërë më të rrejtëse vendosjen e inovacionit, kërkimit dhe zhvillimit në kontinentin e vjetër. Studimit të fundit, tarifat 25% për automjetet të vendosura nga administrata Trump do të godasin edhe prodhuesit amerikan. Këto masa pritet t'i kushtojnë industrisë automobilave rreth 108 miliard dollar.
Një analizë e re nga Qendra për Kërkime Automobilistike ka zbuluar se tarifat prej 25% të presidentit Donald Trump për automjetet të vendosura në fillim të prillit do të rrisin kostot me rreth 108 miliard dollar për prodhuesit automjeteve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë këtij viti. Studimi zbuloi se prodhuesit automjeteve të Detroitit, Ford Motors, General Motors dhe Stellantis do të shohin kosto më të larta prej 42 miliard dollarësh. Studimi zbuloi se treshja e Detroitit mund të shohë tarifa prej gati $5.000 për pjesët që importojnë, mesatarisht për çdo makinë të prodhuar në Shtetet e Bashkuara dhe rreth $8.600 mesatarisht për çdo makinë që importojnë. Tarifat 25% për importet e automjeteve hynë në fuqi më 3 prill duke shkaktuar valë tronditëse në të gjithë industrinë. Pasi furnizimet vijnë nga gjithë bota, makinat e prodhuara në Meksik dhe Kanada përballen me taksën, por prodhuesit automjeteve që përputhen me kushtet e marrëveshjes SBA Meksik-Kanada mund të zbresin vlerën e komponenteve amerikan. Tarifa i ka shtyr prodhuesit automjeteve të bëjnë ndryshime me General Motors që rriti prodhimin e kamionëve në një fabrikë në Indiana dhe Stellantis që mbylli përkohësisht prodhimin në një fabrikë në Meksik dhe një në Kanada. Këto lëvizje ndikuan 5 objekte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që janë të lidhura me to. Studimi vlerëson se prodhuesit e Detroit 3 do të shohin një kosto mesatare të pjesëve të importuara për automjetet prej $4.911, më e lartë se mesatare e përgjithshme e industrisë prej $4.239 për automjet. Për makinat e importuara, studimi zbuloi se kosto mesatare tarifës për automjetet është $8.722 për industrinë e tërësi dhe $8.641 për Detroit 3. Raporti tregon koston e konsiderueshme që një tarif prej 25% do të ketë për industrinë e automobilave. Prodhuesit amerikanë të automjeteve Ford, General Motors dhe Stellantis synojnë të vazhdojnë dialogun me administratën amerikane për të rritur prodhimin e automobilave në vend. Goldman Sachs uli parashikimet për rritjen ekonomike të Kinës këtë vit dhe në vitin 2026 duke theksuar ndikimin negativ të tarifave amerikane. Pavarësisht masave lehtësuese të qeverisë kineze, banka parashikon që këto masa nuk do të kompensojnë plotësisht efektet e tarifave. Banka Amerikane e Investimeve Goldman Sachs uli parashikimet e saj për rritjen e prodhimit të brendshëm bruto të Kinës në 4% në vitin 2025 dhe 3.5% në vitin 2026. Goldman Sachs bëri rishikimin për ekonominë numër 2 në botë dhe furnizuesin e dytë më të madh të importeve amerikane, pasi presidenti amerikan Donald Trump rriti tarifën mbi importet kineze në 120% nga niveli 104% i disa ditëve më parë. Edhe pse tarifat shtesë pritën të kenë një ndikim margjinal në zvoglim, rritja e konsiderueshme tarifave amerikane ndaj Kinës do të pëshojnë ndjeshëm në ekonominë dhe tregun e punës kinez, sipas Goldman Sachs. Ne parashikojmë që qeveria kineze do të intensifikojë më tej lehtësimin e politikave, duke parashikuar 60 pikë bazë ulje të normave të politikës monetare, kundrejt 40 pikëve që ishte më parë, thuhet në raport. Goldman Sachs shtoi se edhe këto masa të rëndësishme lehtësuese nuk kanë gjasa të kompensojnë plotësisht efektet negative të tarifave. Më 3 prill, Fitch e reduktoi vlerësimin e afatgjat të Kinës për valutën e huaj me një nivel në A nga A+, një vit pasi uli perspektivën e saj për vlerësimin e kredisë së Pekinit. Ulja e parashikimeve të rritjes ekonomike nxjerr në pas shqetësimet në rritje mbi ndikimin e afatgjat ekonomik të tensioneve të vazhdueshme tregtare midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës. Me tarifat që vazhdojnë të rriten, veçanërisht për importet kineze, analistët shqetësohen për efektet e tyre në ekonominë aziatike. Pekini është përballur me sfida të tilla si ngadalësimi i konsumit të brendshëm, dobësimi i tregut të punës dhe rritja e kostove të prodhimit. Si ekonomia e dytë më e madhe në botë, ngadalësimi i Kinës paraqet rreziqe jo vetëm për stabilitetin e saj ekonomik, por edhe për dinamikën e tregtisë botërore, për shkak të rolit si një furnizues dhe konsumator kyç në zinxhirin global të furnizimit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurime, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.